Shumë kandidat për asamblesën e përkomuna, po del se nuk e kanë votuar as vetën. Ndërsa sipas rezultateve të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, disa kandidatë tjerë nuk kanë siguruar asnjë vot të dytë. E plot tjerë kanë marrë rezultate njëshifrore në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Kur janë procesuar 98% e kutive të votimit, në Mitrovicë të Jugut ka 15 kandidatë të partive të ndryshme që nuk e kanë asnjë vot, ndërsa 14 të tjerë e kanë vetëm nga 1 vot, e po ashtu ka edhe tjerë që i kanë nga 2 e nga 3 vota. Kurse në fushë Kosovë janë 9 kandidatë për asamble që kanë 0 vota, e disa tjerë që kanë rezultate njëshifrore. Edhe në Podujevë deri te premten pasdite, 9 kandidatë për asamble nuk arritën që të sigurojnë asnjë vot të vetme, ndërsa 3 persona morën nga 1 vot, ndërkohë në Ferizaj 3 persona nuk e morën asnjë vot, 3 të tjerë morën vetëm nga 2, po aq sa është edhe numri atyre me 3. Analisti politik Nangashi thekson se fenomeni i asamblesave pa vota është veçanërisht i zakonshëm te partitë e vogla. Njëra prej elementeve më shqetësuese është kur dëshirojnë subjekte politike të mbushin numrin e tyre, sidomos kjo vlen vetëm tek subjektet më të vogla, kurse te subjektet të mëdha nuk ndodh një gjë të tillë, sepse është konkurrenca jashtëzakonisht shumë e madhe se sa vetë mundësi. Njerëzit presin në listë për të hyrë para dorë të kuvendit. Kandidatë të tillë ka në shumicën prej komunave. Procesimi i rezultateve nga KQZ-ja është duke vazhduar ende.